Zemërgjerësia. Zemërgjerësia dhe fisnikëria janë tiparet e shkëlqyeshme të një personi. Njeriu fisnik përpiqet shumë të mbledh pasuri, por nuk do të jetë tepër i dhënë mbas saj. Ai dëshiron pasuri, por për ta ndarë me të tjerët. Ai nuk beson në grumbullimin e pasurisë. Ai e kalon jetën e tij me familjen e tij dhe përzemërsisht merr pjesë në aktivitetet humanitare të shoqërisë. Ai u ndihmon të varfërve dhe nevojtarëve. Ai e bën përdorimin e drejtë të pasurisë së tij. Personi i dorështrënguar e grumbullon pasurinë. Ai nuk e harxhon atë as për vete, as nuk u ndihmon nevojtarëve. Personi i tillë do të jetë pasuri e grumbulluar për brezat e ardhshëm. Islami e ka dënuar kooperacinë dhe e ka lavdëruar zemërgjerësinë shumë qartë. I dërguari i Islamit thotë: zemërgjerësia është një pjesë e imanit dhe imani do ta çojë njeriu në xhennet. Zemërgjerësia është një dru në xhennet, degët e të cilëve kanë mbërritur deri në tokë. Kushdo që arrin të kapet në njërin prej atyre degëve, do të mbërrijë në xhennet. Xhenneti është shtëpia e njerëzve zemërgjerë. Allahu është bujar dhe zemërgjerë dhe i do ata që janë zemërgjerë. I dërguari i Islamit thotë: nuk është e drejtë për besimtarin të jetë kopracë dhe frikacak. Zemërgjerësia dhe fisnikëria i tërheqë zemrat dhe ndjenjat. Njerëzit i duan personat zemërgjerë dhe i respektojnë ata. Me zemërgjerësi dhe fisnikëri zemrat mund të gjunjëzohen. I dërguari i Islamit thotë: njeriu zemërgjerë është më afër krijesave të Allahut dhe xhennetit. Ai është larg prej xhehenemit. Personi koprac është larg prej Allahut, njerëzve dhe xhennetit. Ai është më afër zjarrit të xhehenemit. Personi koprac nuk u përmbahet të drejtave legjitime dhe për këtë arsye e meriton dëshkimin në ditën e dhënies së llogarisë. Zemërgjerësia e bën njeriu të mirëpritur në këtë botë si dhe në xhennet. Kualiteti i zemërgjerësisë është instiktiv siç janë virtytet e tjera të njeriut. Prindërit duhet i ushqejnë këto kualitete te fëmijët e tyre. Është e vërtetë se çdo fëmijë është i lindur me natyrën e tij individuale, por disa tipa janë të prirë të pranojnë zemërgjerësinë dhe të tjerët kopracinë. Prindërit që i trajnojnë fëmijët mund të kenë ndikim të rëndësishëm në modulimin e natyrës së tyre. Ata mund të ndikojnë te fëmia në frenimin e tendencave të kopracisë që të mos shtohen më shumë dhe ta inkurajojnë atë të bëhet më zemërgjer. Faktori që ka ndikimin maksimal në përparimin e fëmijës është karakteri i prindërve. Prindërit gjithmonë e luajnë rolin e modeluesit të fëmijëve. Nëse prindërit janë zemërgjer dhe shpenzojnë në qëllimet e mira, edhe fëmijët do të mundohen të imitojnë ata. Gjatë kohës, kjo shprehi e zemërgjerësisë do të lëshojë rrënjë në natyrën e njeriut. Nëse përkundrazi prindërit janë kopracë dhe fëmijët do ta modelojnë veten sipas mostrës së njëjtë. Shprehit kalojnë një rrugë të gjatë në modulimin e karakterit. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, thotë: mësojeni veten të bëheni zemërgjer, zgjedhni virtytet më të mira dhe këto virtyte do të bëhen shprehit tuaja. Zemërgjerësia gjendet në mesin e shprehive të mira. Imam Xhafer Sadiku ka thënë që një person të bëhet mëkatar mjafton që ai të mos shpenzojë asgjë për familjen e tij. Prindërit mund të kenë dobi nga porositë më poshtme gjatë kultivimit të shprehisë së zemërgjerësisë dhe fisnikërisë te fëmijët e tyre. 1. Inkurajoni fëmijët që t'japin pjesë nga gjësendet që i kanë sill prindërit dhe motrët e vëllezërit e tij. Fëmia duhet të lavdërohet dhe të falënderohet në mënyrë të përshtatshme për aktet bujare. Në fillim fëmia mund të ngurojë për t'i ndarë gjërat që i zotron, por dal ngadalë do të përvetsojë këtë shprehi të bujarisë. Nëse fëmia është ngurues gjatë këtij eksperimenti, ai nuk duhet të detyrohet për një gjë të tillë. Kjo mund ta bëjë atë kokfort. 2. Ndonjëherë inkurajoni fëmijët që fëmijët e tjerë të luajnë me lodrat e tyre. Fëmia duhet të inkurajohet të ndajë sheqerkat dhe çokoladat e tij me fëmijët e tjerë. Kur ta bëj këtë, qellojeni lehtë shpinën e tij si shenjë për krahjeje për aktin e bërë. 3. Ndonjëherë inkurajoni të jap një pjesë të hollave të tij për të varfrit dhe nevojtarët, apo kërkoni prej tij të shpenzojë para për ndonjë rast të mirë. Nëse kjo bëhet shprehi, do të ketë efekt të dobishëm në karakterin e fëmijës gjatë rritjes së tij. 4. Kërkoni prej fëmijës të thras shokët e tij në shtëpi për drekë dhe të kujdeset për gostitjen e tyre. 5. Prindërit mund t'u japin edhe të holla fëmijëve të tyre për çdo ditë që t'u japin si lëmosha apo për ndonjë rast të mirë. 6. Diskutoni me fëmijët për vështirësitë dhe brengat e njerëzve të varfër. Nëse ka mundësi, merrini me vete në ndonjë spital jetimore apo në ndonjë shtëpi ku jetojnë njerëzit e varfër e të moshuar. Në prezencën e tij ndihmoni personat nevojtar. Në këtë mënyrë fëmia mund të nxitet në shprehinë e zemërgjerësisë. Sidoqoftë, ne nuk mund të themi se kjo metodë do të vlejë për të gjithë fëmijët. Prindërit duhet të përpiqen
përpiqen maksimalisht dhe suksesi mund të ndryshojë prej një fëmije në tjetrin. Çdo individ ka natyrën e tij dhe aftësinë e tij për të pranuar ndryshimin, sepse shprehjet e fëmijëve vijnë si një faktor gjenetik që trashëgohet prej një gjenerate në tjetrën. Edukimi i kujdesshëm mund të sjellë efekte të mira.